Prokurorët dhe magjistratët në Shqipëri kanë kërkuar thirrje urgjente të një mbledhje të përgjithshme për të diskutuar çështjen e sigurisë fizike pas tragjedisë së fundit ku gjyqtari Astrid Kalaja humbi jetën gjatë ushtrimit të detyrës në sallën e gjyqit të apelit. Kjo kërkesë mbështetur nga 10 magjistrat nga të gjithë vendi synojnë të forcojnë sigurinë dhe adresojnë gjuhën e urrëties ndaj këtij grupi. Sipas kërkesës, mbledhja do të shqyrtojë rreziqet që përballet me magjistratët dhe do të përgatitë propozimet konkrete për organet shtetërore. Ligji numër 115/2016 parashikon mbledhjen për zgjedhje, por nuk ndalon që të thirren mbledhje për çështje me interes të lartë publik, siç është siguria e prokurorëve. Kjo situatë vijon të jetë alarmante, duke theksuar nevojën e një reagimi institucional për të mbrojtur integritetin dhe funksionin e këtij sistemi. Pjesë e diskutimeve do të jetë edhe çështja e gjuhës së urrëties ndaj magjistratëve, një fenomen që ka prekur autoritetin e sistemit dhe ka krijuar një atmosferë presioni për vendin e punës. Prokurorët kërkojnë një qëndrim të qartë ndaj këtij fenomeni për të ruajtur dinjitetin dhe sigurinë e tyre kolektive. Një mbledhje e tillë kërkohet të thirret sa më shpejt për të ofruar një bazë për propozimet ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Ministrisë së Brendshme, duke garantuar sigurinë e magjistratëve. Të nënshkruarit e kësaj kërkese, të cilët përfaqësojnë njëherë 1/10 e trupës së prokurorëve, e theksojnë se situata kërkon një reflektim të mençur dhe vendimmarrje kolektive për të dhënë fund ekspozimit ndaj rreziqeve. Në përfundim, ky organizëm kërkon njohjen e situatës së sigurisë dhe një reagim adekuat, duke patur parasysh përgjegjësitë që kanë institucionet për të mbrojtur ata që janë në vijën e parë të administrimit të drejtësisë.